Në GKK u mbajt seanca e parë e themelit për kryetarin e Bashkisë Tropojës Req Biberin dhe zëvendës kryetaria Bedin Kërnaja, të cilët do të gjykohen me procedurë të zakonshme. Gjyqtarja e themelit Atalanta Zeqiraj konstatoi se të pandehurit për shpërdorim të tyre nuk kishin bërë kërkesë për gjykim të shkurtuar në seancën paraprake. Dy zyrtarët akuzohen se i kanë shkaktuar shtetit një dëm prej 2.7 milion euro, ku në ndërtimin e dy rrugëve rrafshuan pyet pa u konstatuar me institucionet e tjera të mjedisit dhe pa kryer aplikimin në sistemin elektronik i leje pranë Bashkisë Tropoj. Prokurori SPAK Elvin Gokaj lexoi kërkesën për gjykim dhe kërkoi të rriten në proces 10 dëshmitar, si dhe bëri me dije emrat që janë pyetur gjatë kësaj kohe në cilësinë e personave që kanë dieni. Gokaj po ashtu ju referua dhe një ekspertimi që është kryer në zbatim të detyrave të lëna nga gjykata, ku është konstatuar dëmi ekonomik që dy zyrtarët i kanë shkaktuar buxhetit. Në gusht të vitit 2025, GKK-u zëvendësoi masën e sigurisë arrest shtëpie me atë detyrim paraqitje për Biberin dhe nënkryetarin Kërnaja.